Sezoni turistik në Vlorë, kryetari i Bashkisë Ermal Dredha e cilëson pozitiv, ndërsa dhe pritshmëritë janë të tilla. Vetë Dredha ka konfirmuar se tashmë prej më shumë se 3 javësh Vlora edhe zyrtarisht e ka çelur sezonin, por mund të thuhet që ka nisur më parë. Ndërsa referuar për notimeve, pritet që edhe muajt në vijim të regjistrojnë rritje të numrit të turistëve. Sezoni në fakt, siç e dini dhe ju, kishim dy momente që ishin shumë të rëndësishme, që ishte Giro e Italisë, dita e zgjedhjeve, në datë 11 maj, se ne kishim parashikuar ta bënim pak më përpara çeljes së sezonit, kjo edhe sepse ne kemi parë gjithë ato fluks të ardhurit, pra vizitorësh drejt Vlorës, që prej muajit mars në fakt. Vlora ka filluar të flasë një gjuhë të huaj. Unë kam thënë shpesh këtë, po është e vërtet, po të shkosh në restorante pas një orari të caktuar, është plot me të huaj. Megjithatë, mbaruam atë angazhim që e kishim, edhe me Giro Italisë ishte një sukses i papar, dhe e bëmë datë 17-18 maj çeljen zyrtare të sezonit. Ishin 2 ditë të mbushura plot me aktivitete, ju e pat vetë, një koncert madhështor të 2 anetët, edhe një prezencë njerëzish si asnjëherë tjetër, gjë e cila reflektoi edhe me reagimet e gjithë komunitetit atyre që kishin zgjedhur Vlorën të ishin atë fundjavë. Kështu që ndihemi mirë. Ndërkohë që në komunikimin e vazhdueshëm që kemi edhe me operatorët e turizmit hotelier, shikoj që janë shumë mirë të vendosur të paktën për këtë sezon, i kanë plot hotelet pothuajse mbi 80%, paktën me 2 operatorë të mëdhenj që kemi këtu që kanë hotele. Ky është konstatimi që kemi marrë prej tyre. Dhe më vjen mirë dhe ditët në vazhdim, në muajt në vazhdim do të jetë pothuajse në kapacitet plot, që do të thotë vazhdon të kemi rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve që zgjedhin Vlorën si destinacion turistik. Dredha ka prekur edhe bashkëpunimi me operatorë turistik vendas apo dhe të huaj, ku nuk kanë munguar edhe nga Lituania apo Polonia, ndërsa ka theksuar edhe faktin se Vlora tashmë ka rritur edhe njësitë akomoduese. Jo më larg se sot ne kishim një grup operatorësh turizmit lituanez që kishin ardhur në Vlorë, më parë kemi pasur edhe nga shtetet tjera, polakët janë këtu prezent gjithmonë. Kemi pas grup italianësh, kemi pas dhe grup të ndërthurur operatorësh tuaj që vinë për turizmin drejt Vlorës edhe janë duke bërë kontrata direkte me operatorët vendas. Kjo është ajo që e ka bërë edhe projekcionin e bërjes turizmit në qytetin e Vlorës, jo më të flasim për vitin 2025, pra vitin aktual, po jemi pothuajse deri në vitin 2027 me kontrata të paralitura, gjë e cila garanton edhe një nivel zhvillimi turistik të qëndrueshëm në qytetin tonë. Siç ka qenë edhe më parë, pjesa e menaxhimit vërtetuesve nga në gjithë hapësirën e plazheve në qytetin e Vlorës është një bashkëpunim që shkon drejt për drejt me operatorët privat që ofrojnë këtë shërbim. Ndërkohë që Bashkia e Vlorës vendos sinjalistikën për hapësirat publike, për të informuar çdo qytetar që zgjedh hapësirat publike për të bërë plazh, ku informohen që nuk ka një roje bregdetare në ato hapësira, por gjithmonë është detyrim ligjor i operatorëve privat që të parashikojnë edhe pjesën e rojës bregdetare që janë të trajnuar për këtë punë. Gjithsesi po ta shkojmë me vitin që shkoi, vitet që kemi lënë më pas, këtë vit Vlora dhe shumë qytete të tjera në bazat e VKM-s që ka dalë për menaxhimin e hapësirave të plazheve, ka më shumë hapësira publike se vitet e tjera. Duke përfshirë këtu edhe pjesën e Zvërnecit, në Morikum, për gjatë Lungomares, në Radhim, pra është bërë një kombinim më i mirë ku njerëzit mund të zgjedhin. Duan të shkojnë në një shërbim që paguhet apo në hapësirat që ofron Bashkia e Vlorës. Plazhet publike dhe ato private janë 4 plazhe nën menaxhimin e Bashkisë së Vlorës, duke nisur nga Zvërneci deri në Radhim, ndërsa gjatë kësaj jave ka përfunduar edhe plazhi pranë Ish Akademisë së Marinës. Kjo do një sqarim në fakt, janë 96 stacione plazhe që parashikohet të marrin një kontratë pasi të mbarojnë të gjithë procedurën e plotësimit të kritereve me AKB-n, pastaj kalojnë bashki për të firmosur kontrata finale dhe për të bërë pagesa. 36 stacione plazhe që janë shpërndarë deri tje me kontratë të firmosura, ndërkohë që presin të vinë 19 të tjera sipas informacionit që kemi nga Ministria e Turizmit, mund të vinë sot ditësh duhet të vinë, që të vazhdojnë përpara, ndërkohë që mbeten këto të tjerat që ende nuk i kanë plotësuar gjithë pjesën shkresore apo dokumentacionet që plotësojnë këto kritere pranë AKB-s. Momenti që nuk e plotësojnë është problemi i atyre që kanë kërkuar të marrin një plazh, stacion plazhi. E themi këtë sepse ka dalë dhe një udhëzim nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, kur deri në fund të muajit qershor, nga 30 qershor është deadline për të plotësuar kriteret për të marrë kontratën për stacion plazhi. Në të kundërt, procesi mbaron atje. Sezoni turistik i këtij viti pritet të jetë sërish cilësor në Vlorë, ndërsa pritet dhe një rritje e numrit të pushuesve krahasuar me një vit më parë.